Papa Leoni XIV ka reaguar ndaj akuzave të presidentit amerikan Donald Trump duke theksuar se nuk ka mbështetur kurrë armët bërthamore dhe se qëndrimi i kishës mbetet i palëkundur për paqen. Në një prononcim për gazetarët pas largimit nga Castel Gandolfo, Ati i Shenjtë nënvizoi se misioni i kishës është të predikojë ungjillin dhe të mbrojë jetën. Ai ju përgjigj drejt për drejt kritikave, duke kërkuar që çdo akuzë të bazohet në të vërtetën dhe jo në interpretime të shtrembëruara. Kisha ka qenë kundër armëve bërthamore prej vitesh, u shpreh Papa duke theksuar se mesazhi i tij synon paqen dhe drejtësinë. Reagimi vjen pasi Trump në një intervistë pretendoi se Papa mbështeste idenë që Irani të ketë armë bërthamore, një akuzë që është hedhur poshtë nga Vatikani. Tensionet mes dy palëve janë rritur që prej muajit prill, kur presidenti amerikan e cilësoi Papën si të dobët në politikën e jashtme, pas qëndrimeve të tij kundër luftës në Iran. Në vijim Papa Leoni theksoi se kisha nuk mund të hesht përballë padrejtësive dhe do të vazhdojë të denoncojë të keqen në çdo formë. Kisha interpreton historinë përmes ungjillit, duke paralemruar drejtësinë dhe paqen për të gjithë, u shpreh ai gjatë një dëgjese në Vatikan.